Meteorologi Anira Gjoni, i ftuar në një studio televizive, ka bërë parashikimin e motit për javët në vijim për muajin nëntor, si dhe për dimrin që pritet të vijë. Sipas saj, Shqipëria do të përjetojë një nëntor me temperatura më të larta se mesatarja shumëvjeçare dhe ereshje lokale, kryesisht në zonat malore. Gjoni theksoi se deri të mërkurën do të ketë ereshje të izoluara në veri dhe veri perëndim të vendit, ndërsa më pas pritet përmirësim i kushteve atmosferike. Meteorologja shtoi se përgjatë gjithë muajit nëntor temperaturat do të mbeten të ngrohta, duke luhatur nga 16 deri në 20 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe 9 deri në 15 gradë në zonat malore. Deri të mërkurën do të kemi ereshje lokale, kryesisht në zonat malore, si Kukës e Lezhë. Gjatë ditës së mërkurë do të kemi fillim të motit. Për fatin ton të mirë, ne jemi të mbrojtur nga masat ajrore që lëvizin në Itali dhe nga masat ajrore të ftohta. Jemi më të mbrojtur për shkak të pozicionit ton gjeografik. Kemi fatin për të mos u përballur me përmbytje masive apo stuhi. Përgjatë nëntorit, nuk presim që të kemi rënje drastike të temperaturave. Temperaturat do të vazhdojnë të larta. Në Bregdet temperaturat do të shkojnë 16-20 gradë, në vendet e ulta 15-19 gradë dhe në zonat malore 9 deri në 15 gradë. Kjo tregon që kemi temperatura relativisht të larta. Do të vazhdojnë të tilla përgjatë muajit. Ndërkohë dimri 2025-2026 parashikohet të jetë më i ftohtë se ai i një viti më parë, me temperatura mesatarisht 2 deri në 3 gradë më të ulta, por pa kaluar nën mesataren shumëvjeçare. Do të jetë dhjetori, ai që do të sjellë ulje të temperaturave. Gjatë 2 javëve të para do të kemi ereshje shiu. Nëntori është muaji që merr sasinë më të madhe të ereshjeve, megjithse gjatë viteve të fundit ka pasur një rënje. Gjatë këtij muaji presim që të ketë ereshje shiu. Sa i takon dimrit 2025-2026, presim që të jetë pak më i ftohtë se ai i një viti më parë. Presim që temperaturat të jenë 2 deri në 3 gradë më të ulta. Do të jetë një dimër i ftohtë, por jo në mesataren shumëvjeçare. I gjithë muaji nëntor do të jetë me temperatura të ngrohta, në disa zona lokale do të jenë 3 deri në 4 gradë më shumë se mesatarja shumëvjeçare. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.